Në fushën e Blerë të lagjes Pluk në qytetin e Lushnjës u takuan grup moshat U14 të kategorisë së parë. Në këtë ndeshje, skuadra lushnjare priti miqtë e ekipit U14 Albanët nga Tirana. Para ndeshjes, skuadra lushnjare kishte 32 pikë, duke renditur atë në vendin e 6, ndërsa skuadra Albanët ishte në vendin e 8 me 22 pikë. Ndeshja nisi në orën 13 me kryesorin Albin Sina dhe antarët Mikel Biti dhe David Mocka. Të dy ekipet filluan me sulme dhe kundërsulme në qendër dhe në krahët e fushës. Në minutën e 12 të pjesës së parë, sulmuesi Rei Zeneli shënoi për Lushnjën pas një aksioni nga krahu i majt, pasi kundërsulmuesi i ekipit albanët krosoi në zonë. Goditja e tij e fuqishme dërgoi topin në rrjetën kundërshtare. Pas golit, ndeshja vazhdoi me përpjekjet për barazim nga të dy palët, por portieri dhe mbrojtja e ekipit albanët mbyllën çdo sulm, duke parandaluar futjen e topit për golin e dytë. Ndeshja përfundoi me rezultatin 1-0 për U14 Lushnjën, e cila u ngjit në pikën e 35 dhe pritet ndeshja e radhës. Ngjarja u zhvillua me të gjithë parametrat e një ndeshjeje sportive të sigurt, fal pranisë së mjekut të ekipit, ambulancës dhe sigurisë së ambientit sportiv nga Policia Bashkiake e Lushnjës.